Përshëndetje shikues të zgjuar më të sënatë, mirë se erdhët përsëri te kuzhina ime gatuar nga duart e Mirës. Për sot do të përgatisim së bashku një recetë të thjeshtë dhe shumë të shijshme. Do të përgatisim selmon në salcë. Le të fillojmë së bashku. Për të realizuar këtë recetë më duhet selmon, kemi bukën e grirë, lëngun e peshkut, qumshin, heavy cream dhe mastër. Le të fillojmë. Si fillim, do të hapim peshkun, se do të na duhet për ta vendosur në furrë përpara. Po, përgatisim peshkun. Po hedhim pak krip. Në njën do të përgatisim salcën për ta lyer selmonin përpara. Tu kam mustard. Do të hedhim piper të kuq, e si do të ashtu do të shoh. Do i hedhim edhe pak piper të zi. E trazojmë përpara. Po i hedh edhe pak piper të kuq. E shohim me sy kur të mbari mustardi, të mbari atë ngjyrën e kuqe të piperit. Do ta mbulojmë me salcën komplet. Okay. Dhe tani më duhet ta çoj në tavë. Vendosur letrën e kuzhinës përpara, nuk i hedhim vaj se kjo tavë nuk ngjit dhe selmonin e kam lënë me lëkurën e vet. Dhe tani le të përgatisim bukën e thekur. Tani do të përgatisim bukën. Kemi bukë të thekur këtu, është e grirë. Dhe më duhet t'i hedh lemon zest, lëkurë, esencën e limonit. Komplet lëkurën e limonit. Po ja hedhim. Do t'i grim djathtë kaçkavall. Po i gri gjysmë gode me djathtë kaçkavall.
gjithmonë përdor djathtin e freskët, por juve gjeni edhe të grirë në dyqan, kështu që për ta bërë sa më shpejt. Shofi me dorë edhe pak. Më duhet t'i gri pak kopër. Griva pak më shumë kopër, por pjesa që të na ngelet do ta përdorim kur të përgatisim salcën tjetër. E shikojmë me sy. Po i hedh pak piper. Edhe pak vaj ulliri. Dhe e trazoj mirë. Vajin e ullirit do ta shikojmë sa të buka të squllet pak. Të jetë në këtë masë. Vetëm më duhet ta trazoj sa më mirë që kopra dhe buka të përzihet mirë bashkë. Po i hedh do dhe pak piper, po i hedh edhe pak. Tjetë kjo masë. Dhe tani do ja hedhim selmonit lart në këtë masë. Që komplet të mbulohet me bukën dhe kopër dhe djathin. Okay. Është një recetë shumë e shijshme dhe e shpejt për t'u bërë. Dhe shumë e shëndetshme. Nëse kemi bërë bukë të tepër në salca që po e hedhim tani, nëse kemi bërë tepër, e kursejmë, e lëmë në frigorifer, nuk ka problem. Vetëm duhet të vënë në frigorifer, se është djathi i grirë brenda. Okay. Tani e kemi gati për ta çuar në sobë. Selmonin e kemi gati, jodhëm të tëra çfarë na duheshin dhe tani do ta vendosim në furrë për 20 minuta në një temperaturë 200 gradë. Peshkun e kemi në furrë dhe tani le të përgatisim salcën. Më duhen 2 kokra qep.
Okej, dhe tani do t'i presim, po pastroj pak dhe po kthehem. Qepët do t'i presim shumë holl, sa më të vogla aq më mirë. Qepët i kemi gati tani, vetëm më duhet që t'i kaloj pak me thik që të priten ato që kanë ngelur pak më të mëdhaja, si thash, më duhet jetë shumë e imët qepa. Okej. Qepën e kemi gati tani dhe do të qëroj hudrat. Dhe hudrën po e presim, e pastrojmë përpara dhe po e presim holl, heqim komplet. Këto që janë kafe kështu duhet i heqi. Okej, dhe po e pres sa me imët edhe hudrën. Edhe hudrën tani e kemi gati dhe po shkojmë te coba për të përgatitur salcën që na duhet. Po hedhim vajin e ullirit. Ta lëm të nxefet pak. Kur vaji të jetë gati do të hedhim qepën me hudrën bashkë, s'ka problem. Okej, vajin e kemi gati dhe po hedhim qepën me hudrën të skuqen. Nuk i hedhim shumë vaj, do të hedhim pak gjallë më mbrapa, kështu që nuk do shumë vaj. Po i hedh pak krip dhe do ta lëm që qepa të skuqet. Po i hedhim gjallë të shkrirë. Dhe trazojmë mirë tani dhe do ta lëm si thash që qepa të marrë kohën e vet për të skuqur dhe të tretet sa më mirë. Dhe tani po i shtojmë pak e na pak lëng me fruta deti. Dhe këtë veprim do ta bëjmë 2-3 herë sa qepa të tretet. Okej, tani po i hedhim kremin. E shohim pak me sy. Dhe pak. Dhe 3 lugë gjelle me krem. Po lëm që ta trazojmë pak dhe të zjej pak me qepën dhe hudrën. Po i hedhim gjysmë limoni, lëngun e limonit. E do ta lëm që komplet limoni, kremi, i qumshit që i hodhëm të përzihen bashk. Okay. Po i hedhim kopër.
Po i hedh edhe pak djath kaçkavall. Do ta lëmë të ziejë për 2-3 minuta dhe salcën e kemi gati dhe le të përgatisim pjatën. Salcën e kemi gati e mbaruam, edhe peshkun po ta shikoni, duket një ngjyrë shumë e bukur, golden brown, ajo ngjyra floriri që jep peshkut kaq bukuri. Tani po hedhim salcën në pjatë. Hedhim pak salcë, më shumë na shdohet pjatës. Pak. Dhe tani do të vendosim peshkun lart. Dhe kjo ishte edhe receta për sot. Kjo ishte edhe receta për sot, shpresoj që dhe juve t'u ketë pëlqyer. Faleminderit për shikimin, shihemi në recetat e ardhshme, mirupafshim bashkë.